Me Jasinin son të taravit për falë një, ku ndohë gjamiën Hijri. Ku ndohë të Shkupit, Macedonisë. Po kreja Shqipërinë së veç ka mejtë. Është që në këta 10 ditët e fundit të jesh ma aktiv në taravit. A i disa se ma është në këta 10 ditët e fundit të jesh ma aktiv në gjami. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është mbyll në xhami. Është mbyll në xhami. Nga maratu duke i qenë shpërbim i madh të Zotit Xhelal në këta ditët e fundit me i bëj ibadet, adhurim, falje, istikfar, madhisa Allahu Xhelal. Allah sa. Aisha radiallahu anha bashkëqja e vet. Ka thënë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, brenda ditës, ka 100 herë më së parë. Nga 100 herë më së parë, ka thënë Astaghfirullah. Pejgamberi Allahit, duke pas të garantuar xhenetin e Zotit, duke pas të garantuar rahmetin, mëshirën e Allahut xhelal. E ti rrive të bashkë. Mos rri, shfrytëzoj këta ditë, shfrytëzoj. Me istikfar, me sadaka, me lutje, me duaja, se ma deri më, Allahu alem bi muradi, Zoti di më smiri se a ka me qenë gjara apo jo. Abu Bekr, as-Siddiq, Khalifa, pas Muhamedit alayhi salatu wassalam, kur ndodhi në luftën e Bedrit, dhe Abu Bekri shkon te Muhamedi alayhi salatu wassalam, i thot ja Resulullah, o e të kuar i Allah, unë e shumë se lufta kërkon që ushtarët me hangër edhe me pi. Lufta kërkon të holla, kërkon pare. Andaj kanë vendos që malin, jo dhe 500 dinarë. Malin komplet që ka ka dhënë Allahu Xhelal, kanë vendos që me ta pru ti ja Resulullah. Dhe e nërë malin këtë. Qka ja kishte dhani madhi Zot Xhelal edhe ja qanë te Muhamedi alayhi salatu wassalam. E kur ja qanë Muhamedi alayhi salatu wassalam, a ki familje? Tha po ka. Kanë tha alhamdulillah. A kënë tha të hëgje për malin? Tha po kënë të tje ka për malin, ja Resulullah, për luftën e Bedrit. Tha po të shmija qëfar kena? Tha e kam dhe në Allah edhe ti ja Resulullah. As që